Institucioni i vetëm i kujdesit terciar shëndetësor e që financohet nga buxheti i shtetit vazhdon të ikë transparencës ndaj publikut. Në orën 10 pritet të mbahet mbledhja 79 e bordi drejtues të SHSKU-kës. Me që në këto mbledhje çështjet që diskutohen janë gjithmonë në interes të publikut, ne para një dite kemi dorëzuar kërkesë zyrtare për të na u lejuar edhe xhirimi me kamerë i kësaj mbledhje. Por me urdhër të bordit, hyrja e ekipit të kohës me kamerë u ndalua që në korridor. As kësaj radhe, sikurse herën e kaluar nuk u lejua prania e kamerës në sallë, madje as për të xhiruar minutat e parë të saj. Edhe pse në bord diskutohen vendime dhe çështje që prekin drejt për drejt jetën e pacientëve, bordi insistoi se xhirime nuk duhet të bëhen në mbledhje. Asnjë element vizual nuk ka vlerë më shumë se jeta që shpëtohet çdo ditë fal punës së profesionistëve tanë. Për këtë arsye, prezenca juaj që nga fillimi i punës së këtij bordi do të ishte e mirëpritur, ndërsa kërkesa e paraqitur në këtë fazë nuk mund të konsiderohet as e arsyeshme dhe as e domosdoshme. E në këtë mbledhje, drejtorët të klinikave të ndryshme adresuan shqetësimet për kushte të rënda infrastrukturore, si dhe për mungesë investimesh. Drejtori i klinikës së dermatologjisë Enver Krasniqi listoi disa nga nevojat elementare. Databaza për ofrimin e shërbimeve ambulantore te ne nuk ekziston. Te ne ende merren të dhënat me dorë. Furnizimi me pajisje mjekësore të domosdoshme kemi bërë kërkesa me 10 herë, jo veç tash, dhe nuk kemi marrë përkraje. Më vjen keq ta them, por përpara shumë vjetësh ka qenë infrastruktura shumë më e mirë se tash. Të kemi përkraje se deri tash nuk kemi pas. Jo për mua, por për pacientin. Për sfida foli edhe drejtoresha e klinikës së infektivës Vera Andrejaj. Në infrastrukturë, klinika e infektivës është më së keqi dhe për ta ilustruar me një shembull shumë të vogël, në repartin C, pacientët po ankohen se ne me kësopllaka e kemi tavanet dhe në pothuajse në secilën dhomë mungojnë 1-2 dhe ai është rrezik permanent për turën pacientëve për mbi kokë dhe pikë. Por ankesat dhe shqetësimet e drejtorëve të klinikave nuk i dëgjoi drejtori i përgjithshëm i SHSKU-kës Elvir Azizi, i cili lëshoi sallën e mbledhjeve menjëherë pas raportimit të tij para antarëve të bordit. E gjatë kohës sa ai ishte i pranishëm, antari Drem Boshnjaku kërkoi sqarime sepse investimet të bëra nuk kanë reflektuar në zvoglimin e listave të pritjes. Ndërkaq raportim në mbledhjen e ardhshme për të gjitha listat, kërkoi kryesuesja e bordit Tetore Olloni.